Dhjetori hap një derë të brendshme lehtësie dhe konkretësie, një kombinim i rrallë dhe i çmuar që ju mundson të ëndërroni pa humbur ekuilibrin. Këshillat tuaja astrologjike ju fton të rizbuloni vlerën e asaj që është e thjeshtë, e qëndrueshme dhe autentike. Çfarë ju bën të ndiheni vërtet të sigurt? Çfarë ju ushqen, jo vetëm materialisht, por edhe emocionalisht? Parashikimi juaj mujor do t'ju udhëheqë drejt një përgjigjeje të qartë, të kthjellët dhe pothuajse të pashmangshme. Dashuria. Marrëdhëniet romantike të Demit në dhjetor përshkohen nga një fllad i butë, pothuajse terapeutik. Nëse jeni në një lidhje, energjia e muajit ju fton të rizbuloni ngrohtësinë e gjërave të vogla, një gjest i ngadaltë, një mëngjes së bashku, një buzëqeshje që kthehet pas ditësh lodhjeje. Zemra juaj zgjedh qetësinë mbi pasionin e vrullshëm dhe është pikërisht në këtë qetësi që ju rizbuloni intensitetin. Bisedat bëhen më të thella, më të sinqerta, më delikate, sikur çdo fjalë të ishte një fije e artë që riparonte atë që ishte bërë paksa e lirshme. Një këshill praktike për Demin: kultivoni një gjest dashurie çdo ditë. Edhe nëse është i vogël, edhe nëse është i thjeshtë. Qëndrueshmëria emocionale është superfuqia juaj këtë sezon. Shëndeti. Sa i përket mirëqenies, dhjetori ju fton të gjeni harmoninë e brendshme dhe ekuilibrin mendje-trup. Trupi juaj ka nevojë për ritme të qëndrueshme, gjumë të rregullt dhe një dietë ushqyese. Parashikimi mujor tregon se energjia juaj pozitive rritet kur vendosni rregull në rutinën tuaj të përditshme. Nuk ka nevojë të përmbysni asgjë, thjesht vendosni gjithçka përsëri në vendin e vet. Horoskopi i këtij muaji flet për një rikuperim gradual të vitalitetit, veçanërisht nëse keni përjetuar presion ose stres në muajt e fundit. Dhjetori sjell një ndjesë ri përqendrimi, do të përqendroheni përsëri te trupi juaj, kufijt dhe dëshirat e tij. Shëtitje të ngadalta, shtrirje të buta dhe ritualet shëruese, të gjitha këto janë praktika që mund të përmirësojnë harmoninë tuaj fizike dhe emocionale. Kushtojini vëmendje tensionit të akumuluar në zonat e qafës dhe nofullës. Këto nuk janë shenja negative, por më tepër një thirrje për të liruar atë që po mbani brapa. Këshillat tuaja astrologjike sugjerojnë alternimin e lëvizjes dhe pushimit, veprimit dhe vetanalizës. Kura juaj e vërtet këtë muaj është qëndrueshmëria. Një gjest i thjeshtë për t'u integruar, 5 minuta frymëmarrje të thellë para gjumit. Do t'ju ndihmoj të pastroni mendjen dhe të rimbushni energjinë pozitive më shpejt. Karriera. Dhjetori sjell një frymë organizimi dhe qartësie në jetën tuaj profesionale dhe mbështet suksesin profesional të Demit. Nuk është një muaj shpërthyes, por është ndërtuar mbi zgjedhje të mençura dhe hapa të sigurt. Parashikimet mujore tregojnë se keni mundësinë të konsolidoni pozicionin tuaj dhe ta mbyllni vitin me dinjitet, saktësi dhe rezultate konkrete. Qasja juaj bëhet më strategjike, ju vëzhgoni, vlerësoni dhe merrni vendime të qeta. Horoskopi i këtij muaji flet për rritjen e autoritetit. Ata përreth jush e njohin vlerën tuaj, besueshmëria juaj bëhet një pikë referimi. Nëse jeni duke kërkuar mundësi të reja, dhjetori ju këshillon të përqendroheni në kompani që vlerësojnë kompetencën dhe stabilitetin, jo premtimet e paqarta. Mundësitë janë reale, për sa kohë që veproni me disiplinë. Nëse keni një projekt personal, këto parashikime mujore ju ftojnë të planifikoni vitin 2026 në mënyrë metodike, buxhetin, afatet kohore, qëllimet. Demi funksionon mirë kur sheh një rrugë të qartë. Dhjetori ju ofron një të tillë, por varet nga ju ta ndiqni atë. Një këshill nga zodiaku: mos kini frikë të thoni jo. Zgjidhni betejat që sjellin rritje, jo vetëm forcë. Parashikimi financiar për muajin e Demit. Parashikimi financiar për muajin e Demit flet për qëndrueshmëri, maturi dhe kënaqësi të matur. Nuk është një kohë fitimesh të papritura dhe të mëdha, por stabiliteti në rritje. Dhjetori ju ndihmon të kuptoni se si t'i përdorni më mirë burimet që keni tashmë. Horoskopi i këtij muaji ju fton të organizoni financat tuaja, të vlerësoni strategji të reja kursimi dhe, për disa, të merrni në konsiderat investime të vogla dhe të kujdesshme. Tema qendrore është ndërgjegjësimi. Si i menaxhoni paratë? Cilat zakone mund të përmirësoni? Parashikimet mujore sugjerojnë që mund të eliminoni shpenzimet e panevojshme dhe të kurseni fonde për qëllime më kuptimplote, arsim, strehim, udhëtime, mjete pune. Çdo vendim financiar bëhet një farë mbjellë për vitin e ardhshëm.
Udhëzuesi juaj astrologjik mujor ju këshillon të shkruani një listë të prioriteteve tuaja financiare. Çfarë ka vërtet rëndësi? Kursimi do të bëhet natyre dytë, jo një privim. Dhe para fundit të muajit mund të zbuloni se keni krijuar tashmë një themel të ri stabiliteti. Qëllimi juaj i muajit. Për Demin, qëllimi për dhjetorin 2025 është të njohë vlerën. Vlera e njerëzve, kohës, burimeve, por mbi të gjitha e juaja. Parashikimi mujor ju fton ta mbyllni vitin me një premtim personal, të mbroni atë që ju bën të ndjeni mirë dhe t'i jepni më pak hapësirë asaj që ju rëndon. Horoskopi i këtij muaji ju frymëzon të transformoni qetësinë në forcë, rutinën në ekuilibër, heshtjen në vetdije. Udhëtimi juaj i brendshëm kërkon vetëm një gjë nga ju, qëndroni besnik ndaj asaj që doni. Përfundojeni muajin me një notë të lartë, duke kujtuar se stabiliteti nuk është mërzitje, është fuqi, pjekuri dhe liri. Dhjetori ju ofron themelin mbi të cilin mund të ndërtoni vitin 2026. Dhe ju, çfarë rënje do të zgjidhni të rriteni? Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.